Pas agjërimit të muajit të Ramazanit, besimtarët të dielën kremtojnë festën e Bajramit të Madh. Si do të organizohet në xhaminë e madhe të qytetit falja e Bajramit? Me emrin e Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, organizimi i Fitër Bajramit do të bëhet si vitet e tjera, do të shfrytëzohen ambientet e brendshme dhe të jashtme të xhamisë. Do të sistemohen edhe sipër galerisë Nikolet Vasia dhe pranë zyrave të Mishtinisë atë sheshit përballë. Ne shpresojmë që në ndihmoj edhe Zoti me anë të kohës që mos bie shi, sepse besimtarët do ta kenë shumë vështirë nëse do të ketë rreshe shiu, nga që do të jetë hapësira shumë e kufizuar brenda dhe do të ketë një dyndje të madhe, por e lutim Zotin na ndihmoj. Kur do të falet Fitër Bajrami? Fitër Bajrami bëhet në orën 7:30 minuta, por besimtarët do të kenë parasysh ndrymën e orës që bëhet ditën e diel. Kjo festë është mjaft e rëndësishme në kalendarin islamik. Çfarë përfaqëson Bajrami pas agjërimit të muajit të madhërueshëm të Ramazanit? Fitër Bajrami simbolizon rikthimin edhe një herë në normalitet, pra secili kthehet në jo vetëm në aktivitet njërzor, sepse nuk ka qenë shkëputur kurrë, por në atë program ushqimor. Është një lloj stacioni i cili pas një aktiviteti gjatë shpirtëror merr pak pushim dhe pastaj rikthehet përsëri. Ky është cikli i jedhës, derisa të përfundojmë tek stacioni i përhershëm që është në botën tjetër, kur takojmë Zotin dhe të njihemi me shpërblimet që ka ofruar për besimtarët për impenjimin që kanë bërë këtë muaj. Vit pas viti numri i besimtarëve që agjërojnë ka ardhur në rritje, sidomos edhe tek moshat e reja, fakt që e ka pranuar dhe Muftinia Durrës. Një urim që ju keni për të gjithë besimtarët musliman për këtë festë mjaft të rëndësishme të kalendarit islamik. I uroj të gjithë besimtarët musliman të kalojnë gëzuar Fitër Bajramin, Zoti t'ia pranojë adhurimet dhe impenjimet shpirtërore të këtij muaji.